dhe jo vetëm ndaj grove politikane, po edhe ndaj pjesëmarrësve të tjerë në sferë publike që janë ngra. Përgjithsisht gjuha është e ashpër në raport me ato që përdoret gjuha e urrëties, përdoret gjuhë e cila nuk është e përshtatshme për komunikim publik ndaj të gjithëve, po kur është çështja tek gratë, mendoj që është dy fish më rëndë gjuha, edhe për faktin se ne kemi një numër relativisht vogël të grave që marrin pjesë në diskutim publik, edhe kjo gjuhë bëhet me tendencë me i dekuraju specifikisht gratë, po edhe të tjerët për pjesëmarrje në diskutim publik e në hapësirë publike. Në rastin konkret që ju po e përmeni, në Kuvendin e Kosovës deputetët kanë imunitet në ndjekje penale për ato se çfarë thunë, po normalisht që moralisht kjo nuk është e pranueshme dhe nuk do duhet të pranoj as nga grupi parlamentar që i takon deputetit që bën fjalime të tilla e as nga Kuvendi i Kosovës përgjithsisht. Po, na duhet ta bëjmë një ndarje, unë besoj këtu në mes mediave kredibile, të cilat nuk e kanë paraqitur fjalimin në tërësi dhe nuk e kanë paraqitur pjesë më problematike të atij fjalimi. Ndërkohë që i kemi edhe një numër pasaj të mediave sociale, cilat janë të interesuar për vëmendje, e atë vëmendje të audiencës e sigurojnë përmes skandaleve të tilla. Ka kjo pikpamje, na nuk kemi një rregullim ligjor të mediave sociale në Kosovë, edhe rrjedhimisht kemi mbet vetëm të ato standardet e komunitetit që i krijojnë mediat sociale si Facebooku ose të tjerat. Pra nuk ka ndaj farë lloj tjetër të aplikimit, përveç kur kalon në gjuhë të urrëties, në të cilën pastaj aktivizohet prokuroria. Nëse po flasim për media, atëherë për media tradicionale, radiot edhe televizionet, bie mbi kompetencën e Komisionit Pavarur të Mediave që të monitorojë dhe të sanksionojë mediumet që lejojnë të përdorimin e gjuhës tillë në sferë publike. Ndërsa nëse po folim për mediat online, ajo bie mbi kompetencën e Këshillit Mediave të Shkruar të Kosovës, që është organ vetë rregullues e që merr po ashtu vendime në raport me këtë çështje.